Urtësia është se njeriu nganjëherë kur bën bamirësi, nuk është se e merr feedbackun pozitiv. Zoti thotë, Zoti e di se çfarë keni dhënë, nuk ka problem. Pra mos prisni që njerëzit t'ua dinë, e di Zoti. Pra se thosh e kultivon, siç është dhe hadithi bimës. Dhe Zoti është i urtë, pra sikur më thon Zoti, e din Zoti pse po thot prindrit, të afërmit, jetimët, varfrit dhe nevojtarët. Pra ka një urtësi Zoti në këtë gjë. Pra, le të themi për shembull, çfarë mund zbulojmë ne nga kjo urtësia? Në fund fare, njeriu kush është ai që e do më shumë se sa veten e vet? Prindi i tij. Atëherë Zoti renditi prindin. Ku ka si gjaku? Për çdo hall, për çdo nevojë, ne çfarë bëjmë? Mlidhemi si fis, mlidhemi si gjak. Atëherë prandaj vuri. Pastaj renditi jetimin. Pra jetimi është më parsori në momentin që dalim nga rrethi i ngushtë. Pse? Sepse se ka këtë që kemi ne, farefisin e familjes. Ka farefisin dhe gjakun që kemi ne. Ka kush e bën këtë punë. Pastaj vjen pjesa tjetër, pra kjo renditje që Zoti ka bërë ka urtësinë e vet. Pra ka brenda urtësi. Pra njëri i cili mediton e kupton se prit. Kjo lloj renditje që ka bërë Zoti gjës është shumë e rëndësishme.